burri duhet me qenë kulmi i shtëpisë. Dhe më thonë gjithmonë po flas me atë mentalitetin të cilën neve jemi. Sipas po i bie që gjykohet më shumë burre? Jo, nuk gjykohet burri, po burri i ka ato reputacionet më të larta se sa gruaja këto, sepse nëse një gru, do më thonë, është e zonja veti, do më thonë e ka një punë të mirë, stabile, do më thonë ka një karrierë, ka gjatë mirë, do më thonë ajo gjykohet në mënyrën, po flas në të njëjtën edhe burri edhe gruaja, do më thonë i kanë këto, do më thonë këto, do më thonë i kanë të dyja, karrierën të dytë e kanë do më thonë në maja, do më thonë nuk ka mu vlerësu sikur burri edhe sikur gruaja. Do më thonë kanë me thonë, po, ajo burri është kështu, mirë po gruaja din edhe ajo gruaja, po kuptan, gruaja tina është. Pavarësisht që janë të dytë në një, do më thonë në një nivel, fix, dhe më thonë që janë të dytë në një nivel. Gjithmonë ka me qenë burri një shkallë ma lartë, pavarësisht se sa punon gruaja është me karrierë me të gjitha. Dhe më thonë kjo është për mu, edhe nuk e di, në botë, dhe më thonë nuk kam edhe njerëz të cilët janë martu me t'jashti, dhe më thonë që kanë karrierë, që më thonë, e kanë shumë normali, po, gruaja është me, dhe më thonë, me këtë vizion, dhe më thonë, vjen punan, është shumë normali, kurse këtu në Kosovë, që më ka rastis edhe më ka rastis me nejt me njerëz shumë, dhe më thonë, ngriton, që unë i pës ku të punon gruaja rrinë shpe, edhe e thot me shumë, dhe më thonë, krenari ndoshta po me shumë krenari, po jo me shumë krenari, rrinë gruaja në shtëpi vetëm profesor. Mos i zgjedhja asaj gruas vetë, se ka shumë gra që zgjedhin të rinë në shtëpi, të rinë me fëmijët. Po, mirë, unë e thash vetë për vete, unë e kum lanë, dhe më thonë karrierën, dhere në 3 vjetë që i ka botë mija. Po pas 3 vjetë e tutja, unë e kum vazhdu. Por prap nuk kam qenë, dhe më thonë 100% në karrierë. Se kape do të ritmin. Po, nuk e ka pa do të ritmin, dhe më thonë, kam qenë 50-50. Dhe më thonë, po tash gradualisht, edhe kom arrit në ato